Kujdeset për karrierën time dhe shëqër Zotit që nuk kam, edhe faleminderit Zotit që nuk kam. Kështu që si që ceki kolegu, do thotë se cila i dim ato dredhit që bën muzik, por unë personalisht, s'po foli për kërkën tjetër, po foli për veten, unë për shembull sot, ngrasim me kohën e kalume, kur ja kam nisë karrierës, sot e caktoj unë vetë këngën, për sa ditë më punu kënga, për sa ditë më bo klipi, edhe për sa ditë më dalë, me u lancu. Edhe, për shembull, tash, ja që jam të bo një projekt, e kam kërë. Cila është dita më e mirë dhe ora për me lancu? Jo, nuk ndikon dita ora, ndikon për shembull tash. Ndikon vashë. Po që e li tash të është puna e Big Brother, edhe tash është puna e Big Brother. Kështu që ndikon tash Big Brother, ndikon pak edhe normal, koha mas dite, sepse të gjithë njerëzit janë të qetë, i kanë kry punë, janë në shtëpi, edhe lirisht mund me ngu këngë. Zakonisht e kemi vrej që në ora 18:00 artistat publikojnë këngë. Po e kam postu ato në TikTok atë orarin, kër është mas mirë. Seid, tash për vetë faktin që ti një tekst shkrues, a i bjen kjo që ti kime pas më letë me kriju muzikë për vete? Po, e vërtet, normal që është më letë me, sepse e shkruj vetë, edhe di çka du me knu. E kush ti krijon këto këngë ty? Qysh? Kush është producent? Se e thaj që po doni më u fut edhe në botën e muzikës. Kush ti krijon këngë? Jo, ende producent nuk. Do të e ki mendu, por je në tentativë. Po. Cili është çmimi që ta kanë kërku? Sepse muzika sot është një biznes. është harru po mdokë nga aspekti i artit. Po besoj që dikush duhet me na folë këtë studio që është ende art. Apo kemi mbet vetëm të biznesi? Ende art e kanë ata menej që nuk i kanë hi hala tregut, edhe bojnë, që shme thonë, ma bukfalisht pikë për qefi, kështu. Shkujnë shambull, na jenge familjare dhe përformojnë edhe knojnë edhe edhojnë matë mirën e tyne, edhe nuk e marrin centin shambull, pse se e ndjenë me botë qatë sen, edhe e bënë. Mu më ka ndodhë shambull, shumë herë, të dojtë e mi, të kana babit tem, kur jemi mbledh, i kanë marrë shambull këngëtarët me qiftelia, me sharkia. Shumë herë jom hion, kom knu për qef, se përpës që jam në Pertë Kosovës, kënoj muzikë klasike, ka një herë kënoj edhe për qef këngë të vjetra qytetare, kënoj di zhandret ndryshme. Na këndon tash me trego, sa i atje. Për qata? Vetëm fjallë, Lorek, vetëm fjallë. Edhe po besoj që nuk është harru muzika sjartë, do më thonë nuk është 100% biznes. Elita, po mendoj që biznesi nuk e dëmton artin. Problemi është kur përfitimi bëhet kriteri kryesor. Sepse pse jo edhe muzika, edhe arti me u materializu, por me qenë arti vërtet, ku ka më mirë se sa me u materializu, sepse duke marë përfitime nga arti vërtet, nga ajo që buron nga zemra, ti ke hapësir që me prodhu edhe ma tepër art dhe me kënaq një audiencë tërë. Pastaj është biznesi ai që e ka sjellë në një nivel tjetër muzikën, por biznesi duhet të investoj aty ku duhet dhe jo vetëm tek trendet, sepse trendet po e sfumojnë, po e zbejnë artin e vërtet. Sot, për shembull, bizneset investojnë kryesisht në këngëtarët të cilat ndjekin trendet ato të zhveshjes, ato të provokimit të rënd, sepse këto trende pastaj përkthehen në klikime, në vëmendje mediatike, në vëmendje të gjërë publike e kështu me radhë. Biznesi do duhej që ta mbështeste pak më tepër artin e vërtet dhe të mirëfillt dhe kështu të krijojë edhe një klimë re e shijes në vendin tonë, e cila fatkeqësisht ka degraduar. Drembu, kam dëshirë sot me ta drejtu një pyetje, sepse edhe ti po të pëlqej me marrë emra nga mysafirët e tjerë, po emra sot po të kërkojnë nga te unë. Kush sipas te krijon art në muzikë? Pavarësisht që ajo bën art për masën, brenda muzikës së saj ka shumë koncept. Ajo është shumë e talentuar dhe ka arrit në këtë pikë ku është sot fal një këmbgulje tjerëzakonshme, një prej ditëve të para të ardhjes në tregun muzikor shqiptar dhe është Dafina Zeqiri. Roja, apo pajtosh? Dafina Zeqiri mendoj që është një artiste shumë e madhe në tregun
e muzikës. Si shikus të regam, shpesh heri kom dëgju këngëtarët edhe me zveti duke bisedu që art në muzik mund është me bo vetëm kur bën shumë pare. Që atëherë ti në një zonë komforte që me fillu me kriju art të bukur pa unë varë nga përfitimet e saj. A me ndonë që duhet njëherë me mbush gjepat plot e mandej me kriju art në muzik? Po, e vërtet, është këtu ndikon shumë publiku. Publiku ka qef trendet, se cek edhe nderimi ka qef trendet, muzikën për klabe, muzikën arktuse. Arti hala është i pranishëm, po unë si reper për shembull nëse nuk postoj këngë verë për klabe, tani mes shumë mas. Dhe më thonë du të me menu edhe për veten edhe për publikun njëjtën ku. Cili reper pëlqen ty? Jo veç se e kom familjar, po unë i Katili besoj së është reperi ma. Ta është në ngacmuve unë me t'i shtu edhe një 5 pyetje. Qka e ki sakt unë i Katilin? Unë i Katilin e kom familjar nga ona Kadojt, kom nejt me ta, kogja shumë kërë u konë këtu në Kosovë edhe kena shku bashkë në koncertë ndryshme, i ka pëlqy muzika jeme shumë, edhe më ka thonë me vazhdu. Besoj edhe shpresoj me bo edhe një kongë të ardhme në bashkë me të. Keshtu të pyta, e ki pyt ti për bashkëpunim? Jo, atër jem konë ma i ri, dhe më thonë kërë konë Kosovë. I po as gudzim? Jo. Kam qenë në 19 vjetë edhe nuk kam posë mendim me hinë atë ku për muzikë dhe besoj tash. A i ka dëgju kongë tuja unë i Katili? Po. A që i ka du që shumë? Atër nuk kam posë kongë kështu profesionale, nej freestyle, në një studio one take, që i kom posë që a kom dërgu i ka në pëlqy shumë. A në kështë kriju një freestyle-a? Jo. Për herë tjetër. Okej. Dhe ishta me cek edhe diqka përsoj përket artit tash edhe atëherë. Menimi jemi është që atëherë ka posë shumë ma shumë emocion, edhe tekst ka posë shumë ma shumë se sa refren, muzikë, se sa që ka tash. Dhe me thonë tash shumë artistat ri për i shë, që edhe tekstet kur i shkruajnë, shambull, len 2 rreshta tekst, i len 5 rreshta refren, 5 rreshta refren, 2 rreshta tekst. Nuk, qësh me thonë, nuk ka kreativitet me kriju diçka të rej, me qitë qka ndjenë mrena vetes në tekst. Lërek, kemi edhe një kronik të pregaditur nga gazetarja jon Erza Nila, e ndëgjojmë edhe kthehemi më pas. Një produkt muzikor sot është shumë më tepër se një këngë, është produksion, imazh, strategji promovimi dhe pranie e vazhdueshme në platforma digjitale. Videoklipi shpesh ka aq pesh sa vetë kënga, identiteti vizual i artistit, mënyra si komunikon me publikun, momenti kur publikohet projekti, të gjitha këto ndikojnë drejt për drejt në sukses. Audienca është bërë më selektive dhe njëkohësisht më shpërqendruar. Çdo ditë publikohen qindra këngë, ndaj vëmendja është kthyer në valutën më të shtrenjtë. Për ta fituar atë, nuk mjafton talenti. Muzika ka hyrë në një epokë ku arti dhe industria ecin paralelisht dhe vetëm ata që dinë t'i balancojnë të dyja arrin të mburrin te audienca. A ka diçka të re në jetën private, bafte? Për që ta ke diçka kronika? Në jetën private po. Ka të re, ka sandet mira, ka sandet tomla, kështu që më rëndësi... Sa tomla? Sheqer krejt. Sheqer krejt, po, të tash masi Ramazan. Përdesa ti njësh mirë, edhe muzika dele mirë, edhe projektet dalin të mira. A ndikon dashuria në krijimet e tua? Ke rreth vetës njerëz që t'japin dashni, edhe t'japin mbështetje, normal që kemë pas edhe sukses. Definitivisht po. Ka rol shumë të madh shoqënia, se për një me shumë artista të ri edhe kom pa edhe vetë edhe kolegë të mi nashta janë thy shkakut që nuk ju ka ofru mundësia edhe nuk e kam pas përkrahjen e duhur prej shoqënisë, prej familjes, prej njerëzve që e kanë rrethu. Po një këshill e jamja si artist i ri për këta është që kur njët mos i merr opinionet e këqija dikujt personale, edhe mos i merr afër vetes, po kur e din veten që je artist i mirë, kur e din që ki talent, kur e din që ki vullnet,
vazhdo dhe mos unal kur dhe mos t'intereson bash hiç kërkush, se çka të thot, po menoj fjalë të këqija, se përderi sa e një veten, nuk ka çka me tregu dikush. Po jo çdo herë gjithë ti dush mi bind që ti din me kënu. Normalisht, ajo Që po. ti din me performu. Ata edhe e thash, kur e din veten që din me kënu, Jo edhe vetëm notën e din me vonë muzikës, po edhe publikut. në çdo profesion tjetër, kemi pas njerëz që kanë më ta ndalu rrugën. Definitivisht. Kemi pas njerëz që kanë më qitë therra rrugës. Normal. Po jotja është me i kqyr, me ndëgjuat zanin tënd të zemrës, me i kqyr vlerat e tua, edhe me vazhdu tutje. Fakti që 70% thuj se këngëtarëve të muzikës zbavitëse moderne kanë kaluar muzikën popullore, do të thotë që muzikën sot e shohin si biznes. Kur jemi te biznesi, kënga më e shitur shqiptare është Kana Gjegji i Adelina Ismailit. Një këngë e cila realisht nuk është as këngë, është parodi. Kështu që ky publik, se nuk e kam fajin veç këngëtarët këtu, që e kanë pru muzikën deri në këtë nivel, po edhe publiku, se këngëtari e shet çka po konsumon publiku, s'ta deshti baladën, s'ta deshti atë këngën me simfoni, po ta deshti Kana Gjegjin që është parodi, kështu që shkon qatë rrugë. Pra, publiku jon është shumë shpesh diktues i këtyre trendeve dhe i kësaj shine në për cilën ecë muzika. Po du më këthy të Bekimi dhe me ndërlidh pak një pyetje me këtë që e tha, atë ka ndodhë ndonjëherë me shku, s'po flasim për to smat, për ndonjë event me shku, sepse ki do është thjesht me i marë paret edhe pse në gjendje shëndetësore s'ki qenë të mirë. Po e ki po për biznes. Jo, si në gjare dhe që thash nuk